është prap I gjallë, edhe gujës është më atje. Ai është prap I gjallë, ai s'është më atje ku qe. Ai është prap I gjallë, unë dëgjoj një gjë që thonë, gëzoni të gjithë sot ai është gjallë. Gëzoni të gjithë sot ai është gjallë. Dashur vllazën e motra në Krishtin, jam I lumtur që ke mundësi që ndroj përpara jush një ditë kaq të veçantë si kjo sot. Mirë të veçantë dëshiroj me falendëru televizionin 7 për një mundësi të tillë. Dashur miq, vllazën e motra, gëzuar Pashkën, gëzuar ringjalljen e Jezus Krishtit. Ai është I gjallë. Çfarë lajmi mrekullueshëm. Jezus Krishti është I gjallë. Shpeshherë në këtë kohë feste ne mujmë me gjetë veten tonë përfshim në rutinë, në prova, në takime, në aktivitetet ndryshme, që shpeshherë mujmë na bëjë me harrue çfarë ngjarje e mrekullueshme është ringjallja e Jezus Krishtit. Çfarë gëzimi duhet na përshkruajë secili për nesh, fakti se mbledhe me festuar ngjarjen më të rëndësishme në historinë e njerëzimit. Prandaj gëzimi, ngazllimi që duhet me përfshi zemrat e secili për nesh, derisa festojmë ringjalljen e Jezus Krishtit, duhet na mbajë deri në ditën kur do të takohemi bashkë me të në përjetësi. Derisa festojmë ringjalljen e Jezus Krishtit, dëshirojmë u kthy te shkrimi I shejt të një pjesë mrekullueshme e Ungjillit sipas Mateut, kapitulli 16, prej vargut 1 deri në 7. Shkrimi I shejt thot kështu: Si kaloi shtuna, Maria Magdalena dhe Maria nëna e Jakobit dhe Solomeja blen aroma për shkuar ta vajosin Jezusin. Në mëngjesin e ditës parë të javës, shumë herët, ato erdhën te varri ku po linte dielli. Dhe thonin në mes tyre: kush do të na rrekullis gurin nga hyrja e varrit? Por kur ngritën syt, panë se guri ishte rrekullisur. Megjithse ishte shumë I madh. Hyn pranë në varr dhe pa një djalosh të ulur në djathtë, të veshur me të bardha dhe mbeten trembura. Dhe ju tha atyre: mos u tremni. Ju po kërkoni Jezusin Nazaretas që ka qenë kryqëzuar. Ai u ringjall, nuk është këtu. Ja vendi ku e kishin vënë. Po shkoni dhe u thoni dishepujve të tij dhe Pjetrit, sa ai po ju pararen në Galile, atje do ta shihni ashtu siç ju pa të thënë. Marku na jep këtë përshkrim të mrekullueshëm. 3 grave që shkuan herët mëngjes te varri sipas traditës hebraike. Ato shkuan te varri për të vajosur trupin e Jezus Krishtit. Por shqetësimi I tyre ishte I madh. Pyetja e tyre ishte e madhe: kush do ta largonte gurin? Sipas traditës, vajosja e trupit ishte një ceremoni që ato duhet ta bënin për të treguar respektin, për të treguar lavdinë që duhet jepni një personi të veçantë. Ashtu sikur ne shpesh e gjojmë veten tonë duke bërë të njëjtën gjë. Kur dikush vdes, ne sot zakonisht dërgojmë lule si një shaj respekti për të nderuar një person të veçantë. Kështu po bënin edhe gratë atë dielë herët në mëngjes. Por sikur kishin harruar se Zoti nuk ishte I vdekur, ai ishte I gjallë. Kishë dashur, shpeshherë ne gjojmë veten tonë në njëjtën situatë. Unë kom pa shpesh se ne si kish mund ta gjejmë veten ashtu sikur këto gra, duke shku për të dhënë veç respektin. Ndoshta pikërisht sot ju keni shku në kish ose do shkonin në kish veç për të treguar respektin për një person të veçantë. Por më lejoni t'ju kujtoj sot që Jezus Krishti është I gjallë. Ai mbretëron. Sikur gratë kishin harruar, ashtu sikur shpeshherë ne harrojmë, ne mendojmë se aromat e mira, ndoshta parfimet tona ose format që ne do shprehim respektin për një person të veçantë janë mjaftueshme. Por me këtë dashur, do doja sot derisa mbledhemi bashk, derisa jeni pjesë e një kishe, derisa takoheni bashk, që të kuptoni një gjatë vërtet se Jezus Krishti është I gjallë.
atë ditë, ato kishin një pyetje të madhe. Një pyetje që po i shqetësonte gjatë udhëtimit tyne. Pyetja ishte kush do ta heqë gurin. Shkrimi na tregon se guri ishte i madh e nuk kishin fuqi që ato ta lëviznin. Do donin që t'i afroshin trupit Jezus Krishtit. Por duke se kur guri ishte një pengesë që të kishin mundësi me performu, me kry një ceremoni për cilën ishin nisë me bëhe. Shpesh herë, mendoj që vazhdon të jetë pyetja më e madhe në kishat tona krishtere, vazhdon të jetë pyetja më e madhe që ne kemi në krishtërimin tonë sot, kush ka me heq gurin e pengesës? Kush ka me heq atë guri që na ndal sot kur vim kishat tona, që me pas mundësi me ju afru atina afer, me ndje pranin e tina, kush ka me heq çfarë do pengesë që na ndal me shku afer tina? Pyetja këtyne grave ishte një pyetje pikëllimi, ishte një pyetje frike, ishte një pyetje që ato i zëri si konfuze nëse do të kishin mundësi me kry ceremoninë e tyne. Por pyetja më e madhe atyre grave e më e madhja e njerëzve sot, kush ka me heq gurin, mori përgjigje për një moment. Ato ngritën syt edhe panë se guri nuk ishte aty. Papritmas e panë se kishin mundësi me afru, kishin mundësi me pa trupin e Jezus Krishtit në ato që ato prisnin mund të visht paramendoja duke hyje, duke pa se pengesa që kishin frikë që do të daltën rrugë, tashmo nuk ishte. Miq i dashur, vlla dhe motër, sot derisa mbledhemi në kishat tona për të lavdruar për të adhuruar Jezus Krishtin, shpeshherë kemi të njëjtën pyetje. Kemi një pyetje që na shqetëson për çdo ditë. Kush ka me heq gurin e pengesës që na ndalën këtë ditë feste me afru Jezus Krishtit për një më afër? Ndoshta ti nuk do ta shish në mënyrë natyrore, por është lutja jeme sot, derisa festojmë ringjalljen e Jezus Krishtit, që në supernatyrore se cili për nesh ke mundësi me përjetue heqjen e këtij gurit pengesësh. Është lutja jeme sot, që se cili për nesh nuk kena me dalë, nuk kena me u largue për kishave tona, për takimeve tona, për shërbesave tona, pa e kuptuar që përënia ka heq çfarë do guri pengese që na ndal për t'ju afruar atina afër. Bibla thot, kur ato hynë në varë, aty në djathë e pa një djalosh. Ishte një angjëll që ishte ullë pranë tyne dhe ishte veçantë. Ishte veçantë për faktin se ato ndodheshin në varë, në vendin e vdekjes. E zakonisht nuk ishte një tradit, nuk ishte diçka e njohur, diçka e zakonshme, që në varë me gjetë diçka gjallë. Që në varë ku ka rësirë e vdekje, me taku dikon që po shëndriste, dikon që po bënte dritë. Por me ishte dashur, kjo dëshmi vazhdon edhe sot me na dhënë zemër se cej për nesh, përderisa festojmë ringjalljen e Jezus Krishtit, që drita është më fortë se sa rësira, që Jezus Krishti është ringjall për vdekurish dhe ferri e varri e vdekja nuk ka fuqi dhe pushtet mbi ta. Pastaj Bibla thot se ky angjëll i tha atyre, mos u tremni, ju kërkoni Jezusin Nazaretas që ka qenë kryqëzuar, ai u ringjall, nuk është këtu, ja shikoni vendin ku ai ka qenë. Mahnitin këto fjalë. Unë besoj që në kohën tonë moderne, sot 2000 vite më vonë, ne kem nevojë për këto fjalë më shumë se sa asnjëherë tjetër në histori. Ne kem nevojë këto fjalë që na thonë, mos u tremni, mos keni frikë. Keni nevojë me pas frikë as prej vdekjes, as prej asnjë lajmi tjetër që mundet me shqetësue edhe me i rëndu zemrat tona. Ajo që na jep zemër, e që na gëzon, që ke mundësi me lexuar këtë varg është fakti se ai po ka vdek, po ai është ringjall. Ky djalë po jepte këtë lajm këtyne grave që duhet mi dhënë zemër kishës sot, se Jezus Krishti është ringjall për vdekurit, po ai ka qenë kryq, po ai është ringjall, ai e ka plotësu plotësisht premtimin e tina, ai ka mbajt fjalën e tina.
ai vdish në kryq, ashtu sikur kishte premtue, por ai u ringjall për stekuri që secili për nesh të ke mundësi me përjetu fuqinë e ringjalljes tina. Miq të dashur, shpesh kom qenë duke mendue se prenia nuk kishte nevojë me heq gurin për varrit që Jezusi dilte. Jo, kjo nuk ishte arsyeja. Ai e heqi atë gur që ne të kemi mundësi me shku në varr e me pa se varri ishte zbrast. Heqja gurit për varrit nuk ishte e domosdoshme që Jezusi të mund dilte për varrit, por ishte nevojshme që ne të kemi mundësi me shku brenda varrit e me pa si dëshmi gjallë që varri është i zbrast. Kur ato hynë, panë se Jezus Krishti nuk është aty. Ai ishte ringjall. Pyetja më e madhe për ato grade sa po afroheshin varrit atë ditë është kush ka me hek gurin. Si ka mundësi me pa Jezus Krishtin, si ka mundësi me përfundu atë pjesë ceremonie që ato do të banin. Derisa mendoj për këtë ngjarje, më sjell në kujtim për secilin për ne sot, derisa mbledhemi në kishat tona. Sepse shpeshherë shqetësimi më i madh që ne kemi në jetën tonë krishtere, në ecjen tonë me Zotin, derisa festojmë ringjalljen e Jezus Krishtit, është fakti çfarë do të sjellim ne? Çfarë do të sjellim ne përpara tina? Mik i dashur, vlla e motër në Krishtin. Pashka na kujton se ne nuk kemi asgjë nevojë me sjell përpara tina. Ringjallja e Jezus Krishtit na rikujton edhe një herë se Jezus Krishti ka sjell gjithçka për mua dhe për ty. Ai ka dhënë gjithçka që unë dhe ti kemi nevojë për të përjetuar ringjalljen tonë Jezus Krishtin. Ky lajm, ky fakt do duhet me na dhënë zemër sot se si për nesh, se krejt çka kemi mundësi me sjell ne përpara tij sot është mëkati jon, është pallënia jon, janë dështimet tona, janë situatat tona të vështira, janë fakti se s'kemi mujt me dalë, është fakti se kemi dështuar, është fakti se kemi qenë pafuqishëm. Ne s'kemi kurrë fuqit tona njerëzore me sjell, por jam mirënjohës për nis që pashka më kujton që ai e ka bërë për mua, që Jezus Krishti ka vdek dhe është ringjall, që unë kam mundësi me përjetu fuqinë e ringjalljes tina. Ky djalë ju dha një urdhën, një kërkesë specifike këtyre grave. Ai tha shkoni tregoni Pietrit. Ishte mesazh specifik për Pietrin. Shko tregoni Pietrit. Ne i dim historinë e Pietrit, ne i dim shqetësimet, vujtjet e tina, ne i dim problemet e tina me dyshimin, ne i dim situatën që Pietri kishte kaluar. E kur e mendoj këtë, mendoj, wow, çfarë mesazhi i mrekullueshëm në ngjalljen e Jezus Krishtit për Pietrin, sepse shpeshherë, shumë shpesh, e gjoj veten time të identifikuar me Pietrin. Shpeshherë në kishat tona identifikohemi me jetën e këtij burri, duke dyshue, duke pas frikë, duke pas shqetësimet tona, duke pas pafuqinë tonë njerëzore. E ky burri tha, shko tregoni Pietrit. Tregoni Pietrit se unë jam i gjallë. Tregoni Pietrit se unë kam mund fuqinë e vdekjes. Mik i dashur, ky lajm sot dhe dashur më na dhon zemër se cili për nesh derisa festojmë ringjalljen. Ajo që kisha dashur se cili për nesh që identifikohemi në Pietrin, që mujmë identifiku veten tonë sot dështimet e zhgënjimet tona, është fakti se Jezus Krishti e ka mund fuqinë e vdekjes. Ai është i gjallë. E kjo më jep zemër sot. Do doja që të ketë mundësi me na dhënë zemër secili për nesh. Derisa mbledhemi sot dhe me kujtu dhe një herë këtë dhuratë mrekullueshme, këtë lajm të mrekullueshëm për botën e pashpresës që ne jetojmë. Ne vazhdojmë prapë me bot njëjtën pyetje. E ndoshta pyetje që vazhdon edhe sot më na shqetësue. Kudo që mbledhemi bashk. Kush ka me heq gurin në jetën tonë? Kush ka me heq gurin që na ndan, që është pengesë me ofru prenis? Mik i dashur, ky gur sot i rand me peshë të madhe, mund të jetë gur dyshimi apo depresioni, gur i vështirësive, i sprovave të mëdha, ndoshta gur mëkati, por çfarë do guri që ai mund të jetë sot, do doja me ju kujtu me gjithë zemër se Jezus Krishti e ka heq këtë gur pengese.
Çfarë do guri sot që të ndalë më afru pranisë? Çfarë do guri sot që mund të më bë pengesë që të më afru Jezus Krishtit sot? Ai është i gjallë. Ai është plot mëshirë e dashuri. Ai është plot shpresë. Ai është sot këtu me të tregue se fuqia e ringjalljes tina është më fuqishme se sa fuqia e çfarë do guri që mundet me të mbajt larg pranisë. E derisa mbledhemi sot me kujtue festën e ringjalljes së Jezus Krishtit, derisa kujtojmë edhe një herë ngjarjen kaq të rëndësishme, më të rëndësishme në historinë krishtere, dëshiroj me kujtu një gjë sot, që Jezus Krishti ka ardhur në këtë botë, ka vdekur në kryq, edhe është ringjallë që me largu çdo gur pengese që të ndalë ty sot më afru atina plotësisht. Ai ka vdekur në kryq dhe është ringjallë me largu çdo frym dyshimi që ti mund të kesh në zemrën tënde. Ai ka vdekur dhe është ringjallë me largu çdo situatë pa shpresë apo depresioni në jetën tënde. Ai ka vdekur dhe është ringjallë me largu çdo frym vdekje që mund të sot me të sulmu në jetën tënde e që të kesh mundësi me kuptue se Jezus Krishtin është me gjetë fuqinë e plot. Jezus Krishtin ke mundësi me gjetë fuqinë e ringjalljes tina. Në këtë kohë feste, kisha dashur më kujtu se për nesh se Jezus Krishti është Zot dhe ai është i gjallë. E të doja që të ke mundësi me festu ata dhe fuqinë e ringjalljes tina. Shkrimi shejt, fjala e Zotit na thirr që ta bëjmë këtë proklamim, duke na thënë se nëse ne proklamojmë se Perëndia e ka ringjallur, ai ka më na thënë këtë fitore. Nëse ne shpallim se i Perëndia ka ringjallur për vdekurish, ti do të jesh i shpëtuar. E mik i dashur, vëlla e motër në Krishtin, derisa sot festojmë Pashkën, dëshiroj që të ke mundësi me festu ata edhe fuqinë e ringjalljes tina. Zoti ju bekoft. Faleminderit. Ai është prap i gjallë, edhe kujt s'është më atje. Ai është prap i gjallë, ai s'është më atje ku qe. Ai është prap i gjallë, unë dëgjoj një gjë që thon, gëzoni të gjithë sot ai është gjallë. Gëzoni të gjithë sot ai është gjallë.